Martin Vulaj. Martin Vulaj tha Grenell dhe kult i jonë profesionism politik. Po mund të ristartoj. Dhe unë nuk besoj që bëhen domethënë që njëri shkel spaku atë kodin minimal njerëzor. Se njerëzore nuk ka kur gjabe krejtësisht është politikëve. S'ka nevojë aty me pas emocione ndaj njëri tjetrit, edhe nuk prishin Amerikanë pse ti e shon mas shpine. Amerikanët janë brutal, po të drejtë. Këto kuptone. Po. Shkojmë pyetje tjera. Dhe Okej. Shkojmë pyetje tjera. Alini t'ju përgjigjëm, Muzafer Osmani pyet kështu. Do ta drejtoj te Gjini. Donald Trump është një politikan që çfarë mendon e flet hapur, si dhe me veprimet e veta ka treguar se nuk krijon miqësi me shtete, por partneritet. Thot pyetja është, atëherë çfarë mund t'i ofrojë Kosova që të krijojë raporte partneriteti me presidentin Trump? Ne Edhe të përgjigjemi konkretisht, tamam që të marrim më shumë pyetje, po. Atëherë, unë mendoj që jemi duke e bërë një karikaturë të zotit Trump, të thotë edhe si qaj edhe paraqitet. Të duket sikur ato fjalë të rrjedhin spontanisht aty, do të janë pa menduar e tjerë. Po zoti Trump është megjithatë presidenti i Amerikës. Do të thotë që ai ka instruksione, ka ekspertizë, ka shumë njerëz aty, Pentagoni, ushtarak e shumë politikan të cilët janë brapa tij dhe këshilltar. Thotë që nuk është një njeri i cili është i pakontrollueshëm, i paparashikueshëm siç mundohet ta paraqesin mediat apo shpesh analistët. Thotë kjo e para punës që duhet bie si temë. Thotë aspektet spektakël është Trump do më të rrijë në këtë rast prej Ukrainës, sepse e din i ka instruksionet prej poshtë dhe ja shfaq në mënyrë spektakolare popullit amerikan, opinionit publik, që t'i thotë se ja kështu është gjendja dhe ne duhet ta bëjmë. Është do thotë vetëm se e ka heqat shamiën diplomacisë. Po në diplomaci këtë ndodhin rregullisht. Do thotë kjo gjuhë është e rregullt në prapaskenat e diplomacisë, që të mirëmi vesh. Vesh që them edhe disa aspekte. Nuk ka tërheqje, po është domthon luftë për paqe. Po, jam okay. Baloni e thanë fillim, ku ti ndërmjetëson, ti nuk mund me e shoh njënin e me lavdu tjetrin me avë shpinën. Duhet me i barazu pol, paka shumë. Lufta në fakt jemi dakord në një farë mënyrë që po mundohen, thash edhe më herët, ti ikin luftës së tretë botërore, sepse me të vërtet ka qenë shumë rrezik kjo çështje. Nuk është e rastësishme kur u tha aty, po e besoni që e din. Po. Dhe pyetjes t'ju kthejem, do thotë. Pyetja se dua të inkorporoj pyetjen. Ai ishte pyetja harruam pyetjen. Po harruam se na iki tani. Çfarë mund t'i ofrojmë si partneritet? Çfarë mund t'i ofrojmë si partneritet? Pikërisht. Ne sot është dashje ta luajmë lojën që 4 vjet. Dhe sot qeveria e Kosovës, vendi jon, do të tregohet, dhe po kthehem te ajo, jo lups, se jam komplet jo dakord me atë punë, jo yes sir, po duhet që ti të veprosh në drejtimin se çfarë ti ofrosh. Me çka mundesh mu bë partnerve me shpinën e ballti? Jo ti, po Kosova. Ti thot ti ofroj diçka. S'ka be çka i ofron Kosova bashku gjë. Na desha trup skemi për buzboni hajgare me këtë vend. Po, s'kemi çfarë i ofroj. Na me desha të fal në dalëm kshehër, mos bani më hajgare. Ofrojmë territorin për baza, për gjithçka tjetër. Hapësirat, kalimet. Po stili, Nothing Hill atje. Nothing Hill, fal. Po, Nothing Hill, po nuk është vetëm problemi esencial që na duam me kuptuar. Amerikanët veç marrëshja zotimet e vaktër duhet me thonë po, Vjosa Osmanit, presidenti jon, u tut e hoqi dorë nga një version që tha na po dojmë një kontroll 3 me shpinën e ballë. Pret, Matush, se ka pyetje tjetër. Ja, për shembull është një zotëri me emrin Gentian Misini. Thot përshëndetje, kushtrim deshta mund të lidh këtu për